Një 54 vjeçar ka ndëruar jetë në mbrëmjen e të mërkurës në paraburgimin e Vlorës. 54 vjeçari ka shfaqur probleme shëndetësore dhe fillimisht para infrakt, ndërsa u dërguar me shpejtësi drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore, por aty ka pushuar sërish një tjetër goditje në zemër, duke ndëruar edhe jetë. 54 vjeçari vuante dënimin për lëndë narkotike, ndërsa ishte nga Maqedonia, teksa tashmë kanë nisur edhe hetimet për këtë ngjarje, pavarësisht se nga institucionet ishte dhënë ndihma e menjëhershme për të bërë të mundur mbajtjen e jetës së tij. Ndërkohë, për sa i përket të 54 vjeçarit, mësohet se ai vonte edhe nga problemet e tjera të shëndetit, kryesisht nga epilepsia, çka mund të ketë shkaktuar edhe goditje në zemër, që solli më pas edhe humbjen e jetës. Një 54 vjeçar ka ndruar jetë mbrëmjen e së mërkurës në paraburgimin e Vlorës pasi ka pasur një gjendje të rënduar shëndetësore gjatë kohës që ndodhej në ambientet e institucionit. Sipas informacionit, shtetasi nga Maqedonia, i cili prej disa kohësh vuante dënimin në paraburgimin e Vlorës, është ndier keq teksa po kryente aktivitet fizik. Menjëherë pas shfaqjes së problemeve shëndetësore, personeli i institucionit i ka dhënë ndihmën e parë dhe ka njoftuar shërbimin e urgjencës. 54 vjeçari është transportuar me ambulancë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku sipas burimeve ai kishte pësuar një arrest kardiak në paraburgim dhe pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme ka ndruar jetë në vend. Burimet bëjnë me dije se shtetasi nga Maqedonia vuante edhe nga probleme të tjera shëndetësore, të cilat dyshohet se mund të kenë ndikuar në përkeqësimin e gjendjes së tij. Trupi pa jetë është dërguar për ekspertizë mjekoligjore, e cila do të përcaktojë shkakun e saktë të vdekjes. Ndërkohë, autoritetet kompetente kanë nisur veprimet procedurale dhe po hetojnë të gjitha rrethanat e ngjarjes, ndërsa pritet edhe një reagim zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve për të sqaruar detajet e rastit.